Gjatë paraqitjes së kërkesave paraprake, ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është paraqitur në seancën gjyqësore ku ka kërkuar pushimin e akuzave ndaj tij në kuadër të hetimeve për çështjen e njohur si dosja e sterilizimit. Gjatë paraqitjes së kërkesave paraprake, Beqaj ka kundërshtuar vlefshmërinë e një sër provash të përdorura nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke përfshirë komunikime elektronike, email dhe materiale digjitale. Sipas tij, këto prova nuk mund të pranohen në gjykim pasi siç pretendon ai, laboratori i përdorur për verifikimin e tyre nuk është i akredituar. 3 herë avokati im ka pyetur nëse laboratori është i akredituar, s'pak nuk ka dhënë përgjigje. Provat digjitale duhet përjashtohen, shprehur Beqaj në sallën e gjyqit. Ai ka kërkuar gjithashtu përjashtimin e një dokumenti të referuar si aneksi 5, duke pretenduar se nuk përmbush kriteret formale të një prove ligjore, pasi sipas tij mungojnë forma dhe vula. Beqaj ka hidhur poshtë akuzat për përfshirje në korrupsion, duke deklaruar se nuk ka kryer vjedhje dhe se nuk ka firmosur apo miratuar pagesa në cilësinë e tij si ministër. Ai ka shtuar se ligji nuk përcakton qartë sipas tij përgjegjësinë për sjelljet e caktuara që ia atribuohen në këtë çështje. Gjithashtu ish-ministri ka kërkuar pushimin e plotë të çështjes penale, duke deklaruar se nuk pranon akuzat për fryerjen e kostove të koncesionit të sterilizimit. Sipas tij, prokuroria nuk ka kryer verifikime të drejtpërdrejta në strukturat shëndetësore, por është mbështetur në përdogëritje të brendshme. Çështja vijon të shqyrtohet nga gjykata, ndërsa mbrojtja dhe prokuroria pritet paraqisin argumentet e tyre në vijim të procesit.